kryetar, gjithë ju të pranishëm, të nderuar bashkombësit e mi egjiptian, gjithë ju që jeni këtu prezant dhe gjithë ata që na ndjekin prej mediumeve aktuale. Shfrytëzoj rastin me ju falenderu për ndryshimin e bërë prej këtyne 4 vite, ku kësaj radhe Partia Liberale Egjiptiane ka marrë ftesë për qenë pjesë e një tryeze ku manifestohet dita e komunitetit egjiptian, pra me këtë rast e vren një ndryshim pozitiv dhe jemi mirënjohës për këtë ftesë dhe jemi bashkë me strukturat e Partisë Liberale Egjiptiane. Zoti Kryeministër, kjo ditë shënohet kushtuar 24 qershorit, ditës nacionale të komunitetit egjiptian të Ballkanit. Pra datë referencë ka Kongresin e Shoqatës së Parë të Egjiptianëve të Ballkanit, pra 35 vite më parë. Duke qenë mik i komunitetit egjiptian, zoti Kryeministër, dhe ju vlerësoj si tillë, ne si egjiptian jemi mësuar që me miq me qenë sinqert, edhe me kanë sinqert gjithë jetën. Pa dashur me kontestu krejt ato që u tha këtu, edhe duke u pajtuar me një pjesë, por duke mos u pajtuar me një pjesë, unë sigurisht edhe duke ju parë si shumë liberal, besoj që pranoni edhe anën tjetër të situatës e cila mbizetron në komunitetin egjiptian. Nga ky takim konsideroj edhe vlerësoj që është një moskujdes institucional kushtuar kësaj dite. Egjiptianët janë lojal Kosovës, janë kategori kushtetuese, janë kontribues dhënës, janë shtet ndërtues dhe janë pjesë përvarëse e kësaj shoqënie. Përpos ftesës që kemi marrë, për të qenë pjesë e këtij takimi, nuk kemi marrë një koordinim, nuk kemi pasur një koordinim paraprak në mënyrë që ky manifestim i kësaj dite, përkatësisht i kësaj jave, të jetë më dinjitos. Përpasoj, konsideroj që sot ky manifestim i ka disa mangësi, e cilat janë me rëndësi të veçantë. Pra organizimi shtetëror organizon tryezë me rastin e kësaj dite me datën 20 qershor, ndërsa dita e komunitetit egjiptian është 24 qershor. Për ne është ngjajshëm sikur të shënohet 28 nëntorit, të shënohet me datën 24 nëntor. Në këtë manifestim shtetëror nuk është amblema egjiptianëve të Ballkanit, e cila është në përdorim që nga viti 2015, autorin e së cilit e kemi në tryezë. Kryeministër, kjo është amblema egjiptianëve. Normalisht që në një ditë të egjiptianëve do duhej kjo amblemë të jetë prezente. Është mangësi dhe autorin e kemi këtu zotin Stollaj. Në së rast unë ta jap edhe besoj që tash duket do të jetë nga sektorin e ju. As pas 4 vite nuk është arritur të futet në ligjin për festat zyrtare 24 qershori dita e komunitetit egjiptian, duke i kuptuar edhe pengesat cilat kanë qenë, por paraprakisht ka pas një kritikë të jashtëzakonshme, por tani po kuptohet që kritika është në një adresë tjetër dhe nuk kemi qenë ne që s'kemi pas vullnet. Ky është realiteti. Në këtë manifestim shtetëror nuk po shihen vlerat cilat janë të jashtëzakonshme qoftë vendit dhe të Ballkanit. Jemi aktivist politik kryesisht dhe nuk ka vlerat cilat me vite kanë kontribuar dhe janë pjesë e këtij manifestimi. Jam i shqetësuar dhe kam paraqitur shqetësimin tim që egjiptianët nuk janë pjesë e faqes zyrtare të zyres kryeministrit. Janë larguar dhe unë gjithmonë kam lyp arsye dhe nuk e kemi gjetur arsyen. Dhe unë mendoj që edhe në ditën e egjiptianëve, egjiptianët padrejtisht nuk janë pjesë e faqes zyrtare, ku referencë ndërkombëtare mund të jenë egjiptianët tek. Nuk e shoh redaksinë e komunitetit egjiptian e cila është pjesë e RTK-s, nuk e shoh prezant, nuk e di a ka pas ftesë apo jo. Dhe përfundimisht, duhet të bëj publike shqetësimin tim si zgjedhur i komunitetit egjiptian, se edhe në këtë 24 qershor, si në këto 4 vite të fundit, në Kosovë egjiptianët janë përjashtuar dhe nuk ju mundësohet pjesëmarrje aktive në të shumta aktivitete ku në të kaluarën vetëm brenda javës egjiptiane janë manifestuar me qindra aktivitete me mbështetje institucionale ku janë përfshirë fëmijë, të rinj, gra, student, aktivist, artist popullit, me një fjalë i gjithë popullit. Ky mohim nga këto aktivitete brenda kësaj jave, ku do të promovoheshin vlerat e komunitetit egjiptian, dukshëm po ndikon në zbejën e vullnetit egjiptianëve për të manifestuar dhe mburur me vlerat e komunitetit egjiptian, me të rast ne po shkojmë drejt asimilimit. Dëshmi e keni rezultatin e shtrimit të popullsisë, ku i vetmi është komuniteti egjiptian që ka rënje të numrit të banorëve. Për të solidarizuar me popullin, me së rast zoti kryeministër dhe në komunikimin tonë e kam dëgjuar dhe jam motivuar prej teje kur gjithmonë ke thonë mira duhet zbret tek populli dhe jo tek udhëhecit. Pikërisht për këtë arsye,
për të solidarizuar me ata, sepse e kemi kuptuar që nuk ka asnjë aktivitet tjetër jashtë kësaj sot që po shohim. Me këtë çardhje dhe me shumë mirë kuptim, ne nuk mund të jemi në koktelin e paraparit cili mund të jetë pas këtij takimi, nuk marrim pjesë për faktin që nuk ka mundësi me qenë as populli. Po ashtu, edhe pas refuzimit institucional të kërkesës tonë, në gjithë që të mbajmë aktivitetin në gjithë Kosovën, ne ju njoftojmë që ne nuk do dorëzohemi, që sadopak të përfshijmë popullin në manifestimin brenda mundësive tona dhe së shpejti do bëjmë publike agjendën e aktivitetet javës egjiptiane, ku me që rast sinqerisht secili nga ju përfshirë ju, zoti kryeministër, ministrin dhe zëvendës kryeministrin, juftojmë të jeni të pranishëm dhe të jemi sa më afër popullit. Egjiptianët kë 24 qershori gjenë një situatë të pafavorshme, ku me urgjencë kërkohet dora shtetit si në fushën arsimimit, punësimit, luftës kundër diskriminimit dhe racizmit, përfshirjes e egjiptianëve në institucionet të sigurisë, mbështetja vlerave artistike, mbështetja të bizneset dhe familjeve të pastre, ose me strehim të paqëndrueshëm. Dhe shumë çështje të tjera me rëndësi të veçantë. Për fund, zoti kryeministër, me qëllim të thirrjes së ndërgjegjës tonë të përbashkët, për të bërë më shumë për egjiptianët, me lejeni t'ju dhuroj amblemën e komunitetit egjiptian Ballzani, atë që ju dhurova, dhe 2 libra nga profesor dr. Rubin Zemon nga Maqedonia dhe profesor dr. Luan Dino nga Shqipëria, të cilët flasin për ekzistencën egjiptiane në trojën e Ballkanit. Faleminderit shumë.